Organizatat më të mëdha dhe më të rëndësishme të partive të djathta në botë kanë përshëndetur kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike dhe kanë dërguar mesazhet e tyre. Sekretarja e përgjithshme e Partive Popullore Europiane, Dolores Montserrat, në video mesazhin e saj ka shprehur mbështetjen për Partinë Demokratike, teksa e cilësoi si forcën e vetme politike që mund të antarësojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke luftuar kundër krimit të organizuar. But I know how important it is this Congress. Why? Because you are modernizing all the party. Why? To be more strong, to win the next elections in Albania. Because we want to see you in the power, in the government of Albania, because Albania needs to be a full democracy, to fight against all the narcos, all the mafias, all the organized crime, to return to all the Albanian citizens to believe in this great nation that it is Albania, and to bring Albania to be a member of the European Union. And you know that me and Manfred and me, on behalf of all EPP, we are supporting all of you. But of course, you have all of us, all EPP family, to help you, to support you, to be with you, to be again in the power, to give again freedom, rule of law and prosperity to this amazing country. Presidenti i Unionit Ndërkombëtar Demokratik, Stephen Harper, ka përcjellë përshëndetjet e tij për kuvendin kombëtar, teksa theksoi se Partia Demokratike po qëndron përballë një qeverie që vepron pa transparencë, duke folur qartë dhe duke u ofruar qytetarëve një platformë reale qeverisëse. I dashuar kryetar Berisha, antar dhe miq të Partisë Demokratike, në emër të Unionit Ndërkombëtar Demokratik, IDU, kam kënaqësinë e veçantë t'ju përcjell përshëndetjet tona më të ngrohta secilit prej jush të mbledhur në Asamblenë e Ripërtëritjes të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Partia Demokratike e Shqipërisë është një shtyllë e kahershme e kësaj familjeje dhe sot ne qëndrojmë fort në krahun tuaj. Ne përgëzojmë leadershipin dhe antarësinë tuaj për përqafimin e këtij procesi me seriozitet dhe vendosmëri. Një opozitë energjike dhe besueshme është ndër asetet më të domosdoshme të demokracisë. Kur qeveria vepron pa transparencë të mjaftueshme, kur fondet publike administrohen pa kontrollin e duhur dhe kur të drejtat e qytetarëve rrezikojnë të u nënshtrohen interesave të pushtetshmeve, opozitës i takon të flasë qartë, të veprojë me vendosmëri dhe të ofrojë qytetarëve shqiptar një alternativë bindëse. Partia Demokratike e përmbush me krenari këtë rol. Nismat tuaja në parlament, lidhjet me komunitetet në të gjithë vendin dhe jashtë atij, si dhe angazhimi juaj ndaj vlerave europiane, ju japin si statusin, ashtu edhe përgjegjësinë për ta mbajtur qeverinë në standardet më të larta të llogaridhënies demokratike. Presidenti i Internacionales Democristiane Qendrore, Andres Pastrana Arango, ka përgëzuar Partinë Demokratike dhe kryetarin e saj Sali Berisha për mbledhjen e kuvendit kombëtar, teksa ka riafirmuar mbështetjen e plotë për Partinë Demokratike, teksa ka sjellë në vëmendje kushtet e forta që duhen plotësuar për antarësimin e Shqipërisë në BE, me Partinë Demokratike si forcën politike kryesore që mund ta çojë përpara këtë proces. Në emër të Internacionales Demokratike Qendrore dëshiroj t'ju përcjell urimet e mia më të ngrohta. SDI riafirmon solidaritetin e saj të fortë dhe mbështetjen e plotë për Partinë Demokratike të Shqipërisë, për kryetarin Berisha dhe për opozitën demokratike. E ardhmja evropiane dhe euroatlantike e Shqipërisë duhet të mbetet e rrënjosur në standardet demokratike, në shtetin e së drejtës, në zgjedhje të drejta dhe të paparura, në institucione demokratike, në rrugën drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Dhe rruga mund të ecë përpara vetëm nëpërmjet reformave të bazuara në merit, transparencë dhe respekt të plotë të parimeve demokratike.